Partia Demokratike në Vlorë ka zyrtarizuar mbrëmjen e së premtes Ervin Sotën si kandidat për kryebashkiak në zgjedhjet e pjesshme vendore që do të zhvillohen në 9 nëntor, i cili prej ditësh ka shpallur kandidaturën për kandidat të pavarur. Ky vendim ka ndarë mendimet mes qytetarëve vlonjat. Një pjesë e tyre e konsiderojnë një strategji politike për të bashkuar votën opozitare rreth një figure që shihet si e pavarur dhe pa ngarkesa partijake, ndërsa të tjerë mendojnë se mungesa e një kandidati zyrtar nga Partia Demokratike tregon dobësi në organizim dhe mungesë angazhimi në nivel lokal. Nuk ka intelektual të mirë, janë të gjithë të pandershëm, tek muhabeti. E ka thënë ai Kolisha, nuk bes Shqipëria me shqiptar. Më bie keq. Po kandidatin e pavarur që kandidon për Bashkinë e Vlorës e njihni? Jo, nuk e di, nuk e di. Nuk e njoh fare. Po ka bërë një Partia Demokratike? Po nuk e di atë, se s'jam fare as ande as te. Faleminderit për intervistë. Ka zgjedhur të mbështesë një të pavarur, nuk ka Po ka që kanë menduar. Mendon se mund të jetë një strategji. Ajo duhet të jetë çik pozitive për këta të PD-s, sepse masë shumë gjakta. Se nuk kanë ata, nuk marrin përsipër për një vit e gjysmë të marrin të hedhë kandidaturë për deputet këta të PD-s. Se digjen dhe mandatin e deputetit, se edhe për fituar s'fiton, në Vlorë nuk fiton. Për ty e për mua nuk mendon njeri, vetëm për vete. Është e sigurt kjo. Nuk është një strategji kjo e... Po le strategjitë e këture ku din këta të bëjnë strategji, ata strategë që ishin vdiqën, s'ka më. Kandidatë saj, në zgjedhje të mbështesit pavarur, pse? Po se ashtu s'ka vadish Partia Demokratike. Mendoni se është një strategji apo nuk ka kandidat? Po s'ka kandidat, se ata mbanë Saliu në koma. Saliu ka vdekur, është më i mason. Bëjona është për politikë? Jo, Saliu akoma. Akoma me komunizmin fitoi Saliu, vazhdon akoma. Derisa ta shkatroi komplet PD. Kështu, sipas qytetarëve, kandidati i opozitës në Vlorë për zgjedhjet e pjesshme duhet të ishte një peshë reale politike, pasi drejtimi i qytetit është sa përgjegjësi politike, aq dhe institucionale. Zgjedhjet e 9 nëntorit pritet të tregojnë nëse kjo lëvizje do të rezultojë një strategji fituese apo një risk politik për demokratët në Vlorë.